A duhet kemi zgjedhje për kryetarin e bashkisë dhe a ka gjasa që kjo të ndodhë tani shpejt se ka kaluar koha? Ne sa po folim tani që po pritet gjykata, unë thjesht doja ta thoja këtë gjë që nuk ka kontekst politik, hiqeni nga mendjet. Nuk ka kontekst politik. Kjo ka sa peshon vepra penale, sa ka vlerë. Kjo është, shikoj, është ka përcyrë kjo tani, sepse duhet të kujtojmë se ka një raport që është shumë i fortë tani i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, i cili ka avu disa... I Parlamentit, direkt. Po, ka avu disa piketa që nuk i ka avu kur me parë Evropa për drejtsin. Bile është kritikë që pse vonohen, e përjashtojnë ndikimet politike në drejtsi do jenë vetë vrasëse për vetë ata që do ndërhyjnë. Nga kjo pikpamje unë them që është ligjore më shumë se sa politike. Tani, a do ketë që se gjykata... Nuk korespondon shumë pesh, sepse ta nuk i njojë shumë ngjarje. Ne kemi sot raport, një projekt raport të komisionit, prap, që do dali, që ka dalë sot, disa të dhëna, ku flitet prap për kundër komisionit Gjafa. Të cilën e ndërtoi Rama për të kontrolluar drejtsin. Pra, mbetemi, ikim. Ne kemi kohën. Po pra, varet nga gjykata e lartë, do pritet gjykata e lartë. Do pritet vendimi gjykatës lartë. A je ndanë. Është shpallur zgjedhja. A je ndanë. Është një vendim mbi influencat politike, nuk ka ndekim jo politik këtu. Veliaj është në burg politik. Jemi okej tani, preçi do të jo, mendojnë do të po. Nuk ja mbushim do të timin që a do ketë zgjedhje në Bashkinë e Tiranës sot yli. Dhe unë mendoj që vendimi gjykatës lartë do japin përgjigje edhe kësaj gjë. Pra nëse gjykata e lartë vazhdon e lënë burg Erion Velie, ka hapësirë që Edi Rama të shpalli zgjedhjet parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Për ndryshe, do jetë aty ai. Jo, kjo që thajnë toni që Velia është në burg politikisht, unë nuk e besoj kështu. Erion Velia është në burg në ndyshimet për korupcion dhe pastrim parash. Sepse nëse ju thoni është burg politik, i bie që... Benet Beci ka akuzë dhe është në detyrë, duke bërë shef atje. Shumë dakord, standardet pastaj hajde t'i diskutojmë. Do kthehemi te standardet, por ama nuk është... Njeri që është pa akuzë në burg, njeri që është me akuzë në punë. Erion Veliaj, Erion Veliaj nuk është në burg si i dënuar apo i burgosur politik. është si person i dyshuar për veprën penale të korupcionit dhe të pastrimit të parave. Është diferencë shumë e madhe. I kapur dhe i akuzuar. Është diferencë shumë e madhe kjo. E lartë... Në atë çfarë ju thoni. Se marrin mirë qenë që Velia na qenë në burg politikisht, i bie s'kemi çështje pastaj kthehemi në komunizëm. Unë besoj që ai nuk është politikisht. Unë besoj fort te institucionet që kanë disa prova dhe të dhëna të arsye ose dyshime. Je akuzuar për korrupsion, por në detyrë. Jo, vepra penale është tjetër. Atëre. Pastaj hajde ta diskutojmë. Jo, është krejt ndryshe vepra penale për zotin Beca. Pra edhe ndrejse si thua. Jo, do kalojmë aty. Kari bashkë Strogozhina së më. Sepse po kalojmë te zoti Beca. Ju lutem pse më nuk dua, ju ka një problem shumë të madh, domethënë për të bërë politik me sistemin e drejtësisë, të gjithë e kanë kryer sport kombëtar. Janë dy palë, dy persona, dy funksionet të ndryshme me vepra të ndryshme penale. Po për argumente po flas pra, sepse ju po thoni burg politik, jo zotri. Punon me... Më gjyko sa të duash. Me replikë. Po problemi është, po pra, dhe vendimi është i tillë që është, ma shpjego, ku është një dashmëria mes të dyve, mes dy rasteve. Që Benet Beci, kryetari i Bashkisë Shkodrës, me një akuzë të komunikuar në datën 23 prill, është në detyrë. Jo, nuk është 28 prill. Tash punon me Abilekën dhe me Lale. Gabuar, ja që këtu bie. 23 prill. Jo, akuza Benet Beci është marrë i pandehur, se s'dua të kalojmë te çështja e Benetit, që në muajin nëntor të 2024. Dakor? Por është krejt për vepër të ndryshme penale nga ajo që ka zoti Veliaj. Zoti Veliaj është për dy vepra që minimumi i dënimit shkon në 15 vjet burg. Ikim këtij momenti, nuk kemi vetëm këtu. Si ikim në këtij momenti? Është ky është momenti për të gjykuar. Si gjykojmë ne? Gjykojmë për çel mual ti ndumani apo jo si fytyrë? Ne gjykojmë me veprimet, çfarë bën ai? Atëre, Veliaj do të gjykohet në gjykatën e lartë. Këtu ne do të jemi të qartë, do qartësojmë një moment. Në fillim të emisionit, unë thash një gjë fare të thjeshtë. Ku ka zë, s'është pa gjë. Shumë njerëz mendojnë për shkak të drejtimit politik, Klodi, të kësaj gjykate,
që ka politika fundët shumë, tani mos bëjmë ne sikur kemi gjykatat e norvegjeze ose daneze. Ka zera që Erion Velia lirohet këtu. Zerat mund t'jenë zero. Brenda këti muajt korik që thatë ju, ne mund të shojmë që këto zera nuk ekzistojnë. Atëre ta lëm këtu. Pse pastaj mund të ketë 100% të drejta bilega. Jo, unë së të unë thënë që ka i bete influencash. Një rraf shkretë, sepse Antoni tha ndër të tjera që Zoti Veliaj është i burgosur politik. Jo, unë se mendoj kështu. Politikisht. Nuk e tha. Politikisht. Politikisht, tha, apo jo? Politikisht, po. Unë s'bje dakord me këtë. Se e gjë. thashtë është politikisht. Unë s'bje dakord me këtë Sepse gjë. standardi nuk është respektuar. Nuk bje dakord me këtë gjë. Okej, por standardi. Jam bilegën të mendoj si Pa tjetër, unë oponent zbëra. Ne banim, duhet kemi Edhe unë nuk e mendoj si. Sepse qovë se unë s'kam argument dhe abuzoj këtu, ka kjo dhe drejt. Por në qovë se unë pyës, dhe s'mjem një i do të përgjigje, Unë nuk e mendoj që ai... Se Benet Beci është në detyrë, dhe ai është në burg, dhe unë s'po them që t'jetë Benet Beci në burgër. Jo, nëse ka kryer vepër penale në burg, shkëta ai. Letërinë dhe në detyrë dhe sa të gjykohet fajtor. Se akuza nuk e bën fajtor atë. Por standardi është i tillë, që ai është i akuzuar, ky është në hetim, është një proces tjetër, akoma më të mbrapa, njëri është në burg, tjetëri është në detyrë. Pse është ky standard, dyfish? Ose do ishin të dy të lirë, ose do ishin Abilika, ikim sepse në këtë pjesë ne kemi 3 momente të rëndësishme. Do kthehemi prapë në emisionin. Jo, s'ka gjë, se ka merak shumë jo. Tani. Se ka merak Lori Veliaj. Thamë, a duhet të zgjedhë kryetarin, do varet nga vendimi i shkallës 3, Kryet Bashkia e Tiranës. Ndërkohë janë përfolur emrat për kandidatë nga të dyja palët. Nga PS është përfolur në shtumti Blendi Gonxhe, kandidat për, ndërsa nga PD Ilir Ali Mehmeti. Megjithse Belind Kılliçi thotë që ne po vijnë marrin votat e Belind Kılliçit si të Ali Mehmetit si deputet. Edhe për këtë, do me thënë, këto mendohet që janë kandidatë. Tani, ndërkohë një dikush tjetër, kryetari Pamundësia, i mundësia më flisni, se Pamundësia u këtë agron, u be pamundur, do njërë vete gjua ku dhe më dhembi, ore. Kupton, nga mundësia që kishit të në gjithë për t'i marrë, votat ju, partitë e reja, jo vetëm ti, u këthyrën Pamundësi. Por keni mundësin për edicionin që vjen. Tani, nëse ka zgjedhje ju, ta zëmë se gjykata e shkallës 3 ka shumë gjasa, gjykata e lartë, e mban në burg Veliajn dhe tani do të bënë zgjedhje për kryeqytetin ose varja pastaj, po që se është shu, s'ka pse të ketë më zgjedhje në Shqipëri. Ri aty Edi Rama dhe të gjitha detyrat edhe mbyllet.